Si mendon të vendosim këtë në radhë për parë dhe pse po mendoj që do të kam shumë mirë është. Okej, megjithëse Ardi, më falni një sekondë, të ndalosh shpirt sepse kamera është nezur dhe duhet të them diçka. Jemi në puntatën e 8 të realizojnë një, mbas 7 puntatash. Me këtë rast kemi mbyllur edhe sezonin e verës, të cilën e patëm goxha impenjativ për sa i përket koncerteve. Apo jo Ardi? Kemi realizuar rreth 5 koncerte në disa qytete ndryshme si Korç, Pogradec, Elbasan, Lezhë, Rrëshën. Jemi mbështetur shumë nga bashkitë e qyteteve dhe ne i falenderojmë ato për dorën dhe suportin që na kanë dhënë në emisionin tonë. Gjithashtu do kemi dhe surpriza të tjera, siç është ajo që ne kemi përmendur disa herë mbas çdo puntate, që do kemi netët live akustike. Të dy puntatat i kemi zhvilluar në një ambient shumë mikpritës dhe sigurisht edhe klasik. Njërën e kemi zhvilluar në qytetin e Elbasanit, disa tjetër e zhvilluar në qytetin e Pogradecit. Pas live-eve, pra që ju do të keni mundësinë të ndiqni në YouTube, në kanalet tonë zyrtare në Sebastian Pro Official dhe gjithashtu në Sebastian Production në Facebook. Ne do kalojmë tek prezantimi i puntatës 8, do kemi dy artistë mjaft të mirë dhe mjaft stil. Një nga ato është e huaj, është britanike, që ju do keni mundësinë ta ndiqni. Ndjekim siklet. Cool. Chocolate. Hi chocolate. Hello, I am Joanna Wakely and I'm actually from England, but I've lived in England and Albania. I have been singing since I was really, really young, and it's been like passion. It's just been something inside me that I've always let out and always annoyed people with. I've been homeschooled and I've always had like a passion for music, and I used to play guitar when I was younger. I used to sing around at different concerts and stuff, and in the last 2 years I've done some covers, and I worked on a Top Fest song with Ardit Shuni, and I've just brought out like basically my first song that is just like me and myself and I singing a song, and it's called Who's Wrong, and that's the song I'm going to listen to. And I also recorded a cover, Good Girl by Carrie Underwood, also a Sebastian production, and that is on YouTube. Last Christmas, we did a video for Christmas time with some big Albanian singers, and it was a real privilege to be working with them. Like Muferet Elaze, who I really love, she's really cool. And big singers like Casey Tola, Flaka Kailani, and it was actually really cool working with them. And they accepted me, even though I was like younger than them and different, and I really liked that. Also, Ardit Shuni, Eltina Minaroli, and me did the song Diamonds. And now Realizonia Under has my song Who's Wrong, and I'm gonna perform it. My inspiration in life, I have a few inspirations. One of them is my aunt. She's a really cool, strong person who I look up to, and she's really successful. And I look up to other singers, not many. I don't know. I like Christina Aguilera, she's very cool, very together, and Adele is also together, even though she's got a different style from everyone else, and that's what I like about her. I find inspiration in all sorts of people, even in poor people, and how they survive, and how they find hope in life when it's so empty, and I find inspiration in everyone, I guess. So my first thought when I was asked to be part of Realizonia Under was, that's really cool, So I got to work and writing on this song, and in the studio just hanging around and letting myself go. What makes me special as a singer? Well, I don't yet have I'm not established as a singer yet, so I'm creating my style and creating my looks and creating the way I let myself go in songs and the way I use my voice, and so I think that's what makes me special, is that I'm a singer in progress. Sometimes I feel like giving up on life, giving up on love.
stuff thrown at me day and night about my attitude, my character, and looks. God, I don't see how I can cope anymore. Stop the talking, I wanna think. Stop the acting, I wanna see reality. She says this is right. He says she's wrong. The way I want my own opinion. I wanna feel what gives you true happiness and true peace. True life and true love. Give me a chance to breathe and understand. This is my life, I wanna do what I think is best with it. Yeah, all I need is to believe in myself, believe in myself, believe in myself, She says this is right, but he says she's wrong. But wait, I just want my own opinion. And true life and true love and true peace. Hello everyone, this is Joanna Wakely, one of our friends that collaborated with us on our cover Diamonds. Yeah, we're gonna have this whole conversation in English because she's from England. Well, that doesn't mean she doesn't know Albanian. She can say hi in Albanian. Scary. Joanna, can you tell us more about yourself? I mean, when did you first begin singing? I can't really remember, but I remember I was really little, and I always said I'm going to be a rock star when I'm older. Really? But I didn't really think like I'd be a singer, but it was always my dream. And I probably started singing when I was about 5 or 6. How old are you now? Secret? That's a You can ask a secret. girl about her age. I'm 17 right now, but I'm going to be 18 in a few months. Whoa, good. I would like to I'm know, older than you. since you lived in Albania since you were young, I would like to know what is your childhood song that you remember? My favourite childhood song, it was by a singer called Rebecca St. James, and it was called Wait For Me, and I loved it. How And I does still that like sound? Can we hear a piece of that? It. Okay, it goes like, 'Cause I am waiting for, praying for you, darling. Wait for me too. Wow, cool. Have you always wanted to be a music artist? Or have you ever think about being Being an a artist? music artist. Being a music artist. Yeah, I guess I have always wanted to. And yeah, I have. How is it so far? It's really, really cool. I'm not full-time yet, but it's cool. Would you like As to much as I'm be doing. more famous in Albania or in England? I don't really mind. It's not about fame, it's about success for me. What is your favorite music? What kind of music? Do you mean genre? Yeah. Do you like to hear or do you like to I sing? like listening to any sort of genre, even sometimes classical music. I also like singing basically every genre, you know, like rock,
country, pop, R&B, everything. I love it. So What- I don't mind. I don't have any Where do preferences. you feel more but comfortable? more comfortable? I don't know. I haven't experimented so much yet, but I like jazz and blues and more comfortable, I guess, pop. But That's how R&B, your that's songs what I've done sound. so far. But Your songs sound like jazzy a little bit. it's in me. Yeah. Joe, you just performed your new song called Who's Wrong. Yeah. I would like to know who wrote the lyrics, who was the composer, how did he come? Well, a composer, I had like a lot of fun of like just letting myself go in the song because it's like not like a song where you have to do this and you have to do that. I just let rip basically. But the composer was so cool, you know. They wrote the music and they helped me release myself into it. And I actually love the composer. It's Alpina Minaroli. I love your voice. The That's lyrics, thanks. The lyrics It's I why. You wrote. wrote the lyrics. I didn't write them all at the same time. I sort of That's why. something that I'd written before, but yeah, that's it. And it came out through Alizonia Under. Have you ever entered any contests to enhance your musical career? Contests. Yeah. Yes, once Top Fest 10 with Fiestloi, with Ardi Both of Tsuri. you. That was a cool song though. It I was, still I love guess, that song, you know. The dubstep and stuff, yeah. You should do a video for that song. We're going to hopefully in English, right? Yeah. Yeah, we should, yeah. Good luck, guys. I want to say a big thank you to the organizers of Rally Zonia Under, the whole staff, the whole team that is working to bring this whole magical thing together, and for this place that we've been doing the filming and all this. It's been really cool, and I just want to say a big thank you to everyone who's worked to make this happen. Yeah, thanks to Wilson, and we want to thank you as well for being here. We're going to you. see Joanna at the live acoustic. thank you. Thank you. Quem Denis Kraja, muzika ka qenë një ndër pasionet e mia më të mëdha që i vogël. Në moshën 6 vjeçare kam filluar të studioj piano dhe më pas jam futur rrugës së këngës, rrugë e cila më ka pëlqyer shumë dhe e kam dhe sot një ndër pasionet e mia më të mëdha. Kur isha fëmijë, kam marrë pjesë në festivalet e fëmijëve të organizuara në Shkodër, kam fituar edhe disa çmime, gjithashtu edhe në konkurse të ndryshme për zërat e fëmijëve. Më pas, duke u rritur, kam tentuar të provoj veten në disa talent show që organizohen në televizionet shqiptare. Shpeshherë kam dalë shumë i kënaqur, por ai i fundit ishte The Voice of Albania, ku unë jam vlerësuar shumë mirë dhe ajo që më ka pëlqyer më shumë ka qenë vlerësimi që publiku më ka dhënë dhe mbështetja e madhe morale që ato më dhanë gjatë gjithë rrugës sime në atë eksperiencë. Jam futur studimeve për arkitekturë. Është një dëshirë shumë e madhe e imja për të qenë arkitekt, por gjithsesi pasioni ngelet për muzikën edhe kam shumë dëshirë që ta her pas here të aktivizojmë dhe ta vazhdoj për aq sa kam mundësi. Prandaj së fundmi kam krijuar dhe një band muzikor me cilën bëjmë muzikë në klubet ndryshme të Shqipërisë. Unë besoj shumë në ëndra dhe besoj se një njeri mund t'ja nisë nga zero dhe të arrijë shumë lart. Dhe kur shoh artistë të mëdhenj që kanë filluar nga shumë pak, ndoshta edhe nga një audicion i thjeshtë, një program televiziv, kanë arritur të kenë albume, shitje, kanë arritur të kenë sukses. Kjo më inspiron shumë dhe më jep kurajo dhe ndoshta më jep besim që një ditë mund të ndodhe edhe mua që të marr pjesë në audicionin e dur, në kohën e dur dhe të kem sukses ashtu siç duhet ndoshta. Duke nisur që nga titulli Realizon një ëndër, është një mundësi shumë e mirë për të realizuar atë që shumë këngëtarë të ri e kanë për dëshirë dhe për zemër këtu në Shqipëri, meqense mundësia nuk është shumë e madhe. Dhe Realizon një ëndër është një mundësi shumë e mirë për të qenë deri diku aktiv në muzikë. Mendimi i parë që më erdhi në momentin e parë që mua më bë ftesa për të qenë pjesë e këtij programi, ishte shumë pozitiv edhe ishte një mundësi që unë nuk mund ta lij asnjëherë për të mikur dhe besoj se e kam vlerësuar sa duhet dhe ja ku jam sot. Nuk mendoj se ka diçka që më bën veçantë ose unik. Çdo njeri është unik në llojin e vet, çdo njeri është i veçantë në llojin e tij.
Kështu që unë jam I veçantë ashtu siç jam, nuk kam diçka specifike që mund ta theksoj. Emocionet të shuhen pak a pak. Ti me rezet e djelit derdhu në përtru. Flokë shtes të ylberi për nisu. Si t'ja bëj, si t'ja them, zemrën t'ja shpetoj. Dhe mirë mëngjes, zemra më dërgoj të përshëndes. Dhe mirë mëngjes, dhe një ditë më shumë s'dua të pres. Dhe të nisem me të në përbrigje me të. Të ecim deri në perëndim, të harrohem me të, e të bëhem I një. Të thuaj do të kem kaq përcim, dhe në të tjak. Zemra më dërgoj të përshëndes. Dhe mirë mëngjes, ti the mirë mëngjes, dhe një ditë më shumë s'dua të pres. Dhe mirë mëngjes, zemra më dërgoj të përshëndes. Dhe mirë mëngjes, dhe një ditë më shumë s'dua të pres. Dhe të nisem me të, dhe të brigjem me të. Llogarin të lutem, një tjetër natë të pres. Po ju themi mirëmëngjes, jemi këtu me Denis Skrajn, pas performancës së tij, një nga këngët e Alban Skëndera, që normalisht besoj edhe Albanit do I bëj qefi që kënga e tij është pjesë e këtij formati. Si të duk rikthimi në skenë? Shumë I këndshëm, edhe me një këngë shqiptare për më tepër, nuk është se kam kënduar shumë shqip, sepse jo shpesh e gjej veten, po ama te kënga Albanit ishte shumë mirë.
edhe më pëlqeu shumë. Edhe kam përshtypjen ka marrë diçka më ndryshe nga herët e tjera. Ishte pak më verore, pak më. Urime nga ana jonë. Faleminderit. Nuk e qenë si që te kënga shqip, cilat janë stilet që ti preferon më tepër të levrosh për sa i përket performancave që ti bën? Nuk mund të them që jam i fokusuar në një drejtim për sa i takon stilit, por më pëlqen çdo këngë e bukur, e çdo lloj stili, çdo lloj zhanri, nuk e kam problem eksperimenton të gjitha llojet. ta provoj ta këndoj, pavarësisht mund mos më shkojnë të gjitha, po ama unë vetë jam i kënaqur të këndoj të gjitha. Mundohesh të jesh shumë të mirë. Ke qenë pjesë e shumë kompeticioneve, një prej tyre dhe The Voice, Po. dhe e cila dhe unë pak e shumë edhe të njoha, kemi qenë dhe pjesë e dielli, në sënë të Po, top është 10. vërtet. Ke marrë ato që ke dashur nga ky format? Kam marrë gjën më kryesore që unë kam dashur, që publiku të më saktë t'ingelej në mendje, t'ingelesha në mendje dhe t'ingelej performanca ime në mendje. Atë besoj e kam arritur. Përse takon tjerave, pastaj kompeticionet të tilla janë, formate të tilla janë. Nuk mund të gjykoj absolutisht veprimet apo gjykimet që bën stafi, juria. Mendon se gjithmonë ka një mundësi. Mendoj se ti duhet ta shfrytëzosh mundësinë, pastaj nëse ajo të jepet maksimalisht. Aq më mirë. Çfarë ke patë të veçantë apo unike gjatë performancave tuaja në The Voice që të kanë mbajtur dhe aq gjatë në atë garë? Mua më kanë vlerësuar si këngëtar baladave dhe këngëve italiane. Edhe unë kështu të mbaj mend. Edhe unë kam ardhur që në audicion me një këngë italiane, pensieri e parole shumë të famshme, po ama që Brezi i ri nuk është se e kishte shumë të njohur dhe familjare si këngë. Unë e kisha dëgjuar se kam qenë shumë i lidhur gjithmonë me muzikën italiane, edhe thash ta sjell një herë ta provoj. Ajo ngeli në fakt, edhe ajo është më kënga që ngeli me të vërtet nga gjithë ajo eksperiencë. Pastaj po ishin edhe këngë tjera, po që pensieri e parole ishte, domethënë, edhe mendoj se ajo lloj drejtimi më ngjit më shumë. Mendoj dhe që arsye kryesore ka qenë se shkodranët janë rritur në muzikën italiane Me dhe shumë mundësi. kjo është ajo që t'ka shtyr vërtet. Me shumë mundësi. 8 vjet piano. Sa rëndësishme është për një këngëtar të jetë edhe një instrumentist? Unë e kam nisur me piano muzikën, nuk e kam nisur me këngë. Pastaj nga pianoja kam kaluar tek kënga, normalisht me ato problemet si fëmijë. Edhe me kalimin e kohës kam kuptuar që pianoja më ka edukuar shumë. Që nga leximi i partiturave, që nga ato rritjet dhe uljet e volumit, e them kështu në mënyrë popullore. Gjitha këto kanë ndikuar në edukimin tim dhe në formimin tim teknik pastaj në sa i takon të kënduarit. Dhe përveç të tjerave, domethënë, muzikaliteti ka ndikuar shumë pianoja. Ka shumë element që prandaj unë do të sugjeroja dhe do të ishte perfekte që çdo këngëtar të paktën një instrument ta luante sepse e ndihmon jo vetëm në çdo ambient ku mund të jetë që shoqëron veten edhe po e ndihmon edhe në pjesën tjetër të këndimit. Me ka rrugë të gjatë artistike që ke, domethënë nga pianoja që të vite pastaj te kënga, sa e madhe ka qenë mbështetja e prindërve, shoqërisë në këtë nismë që ti ke Sa ndërmarrë? pozitiv kanë qenë. Shoqëria ka qenë shumë pozitive, familja jo shumë, them drejtën. Ato jo gjithmonë kanë qenë entuziast në pjesëmarrjet e mia në këto kompeticionet. Pavarësisht unë i bëhem me dëshirë, asnjëherë nuk kam pas qëllim të fitoj. Në fundit secili në momentin që futet e di kapacitetin e tij. Do unë sot nuk kërkoj të jem një këngëtar kalibri, një këngëtar që është kërkoj të jem një këngëtar që bën muzikë për të kënaqur vetë. Si do e ndajet performancat live me këto televizive? Playback. Live është komplet tjetër emocion. Unë nuk gjej ndoshta fjalët e duhura për ta përshkruar, sepse të këndosh live është tamam gjallë kur i thon, është një këndim që ti përgatitesh përpara, duhet ndoshta një natë përpara të fillosh përgatitjen, mos flasësh, që të jesh me vokal tamam siç duhet, pastaj të tjerat ushtrime që bën. Ndoshta performancat e regjistruara janë shumë të bukura në momentin që ka një show, një prapaskenj që ty të shoqëron dhe të mbështet, por që për mua si këngëtar nuk t'japin atë ndjesinë
pastaj përgjithësi është më vogël normalisht. Kështu që po secila ka ato të mirat e veta dhe secila ty të ofron që tek njëra të përcjellësh emocionin, tek tjetra performancën ndoshta. Sa ka ndikuar komercializmi apo muzika komerciale në atë muzikë që ti bën? Unë kam kuptuar që muzika komerciale, për sa kohë është komerciale, pëlqehet, është e mirë dhe unë jam i detyruar edhe me bandën time kur bëj muzikë live, kemi futur disa këngë të cilat janë komerciale, pavarësisht se kemi sjell në versionin ton, edhe janë përshtatur disi për të mos qenë atë që paktën jo elektronike ose por që ka ndikuar, unë nuk kam ku shkoj, është muzikë që unë e has kudo. Shkoj në një klub, pi diçka, është ajo lloj muzike. Ndes televizorin është po ajo lloj muzike. Domethënë është Po për sa i përket vetë artistit apo këngëtarit, sa rëndësishme është të ketë vokal dhe sa rëndësishme është të ketë një pamje të jashtme apo një performancë, domethënë si do i ndaj. The Voice ka qenë ky problemi që zgjidhte, domethënë, që në momentin që ti merre pjesë në audicion, ato nuk shikonin ty dhe nuk ishte të bënte pamja me performancën apo me gjykimin që ato bënin. Kështu që besoj se për sa kohë në The Voice, pas The Voice, arritën të kishin sukses të këngëtarë të cilët ndoshta nga pamja nuk ishin aq të paraqitshëm sa ç'duhej për një skenë apo sa që ishin mësuar në deri tash për të pa gjithë këto artistët. Domethënë që nuk ka shumë rëndësi. Rëndësi ka vokalin, që ose ti arrin të përcjellësh me vokal ato çfarë ti ndjen brenda, ja ke arrit qëllimit. Pastaj pamja jashtme, plus është po. Tash nuk është në dorën e njeriu ajo pjesë. E ka menduar të ardhmen Denisi ndonjëherë, dhe nëse po, ke menduar se prioriteti do jetë muzika apo arkitektura që ti studion tashmë? Absolutisht, arkitektura është prioritet sepse unë kam investuar, futem në vit 5 faleminderit në arkitekturë dhe kam investuar shumë vite, mund të them, dhe nuk është investim i vogël, nuk them vetëm nga ana financiare, po edhe në mund dhe shumë gjëra të tjera. Tek muzika nuk është se kam investuar atë shumë, ose kam investuar, po kam marrë një lloj kënaqësie pas që më shpërbly direkt. Arkitekturës akoma nuk e kam marrë pritet edhe mendoj që arkitektura do të jetë ajo që unë synoj. Unë që gjithmonë e kam bërë muzikën për qef, për pasionin tim, për të kënaqur dëshirat e mia, jo për pas një përfitim. Edhe e bën mirë. Faleminderit, shpresoj, mundohem faktë. Denis, të urojmë shumë suksese në të ardhmen dhe të falenderojmë që ishe pjesë e intervistës sonë dhe pjesë e realizon një ndër. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi të ishe pjesë e projektit.